Drejt për drejt po ju pyes, juve keni presionin e notave? Se ju jeni ekselente, se këtu në studion time vjen vetëm ekselent. Sa presionuese është nota për ju? Qoftë në familje, qoftë në raport me mësuesit, në klasë me njëri tjetrin? E shoh në fakt që deri diku përveç shkollës apo në përgjithësi, në shoqëri duhet dallohet qartë që ka një presion për notën dhe nëse nuk jenë me mesatare perfekte, veçohesh, më thënë, me idenë që... Ju si të reduktohen dhe mundësit. Të reduktohen dhe mundësit, kjo është e para, pra praktikisht që ke përbas kur merr vlerësohesh me një notë. Dhe nëse nuk arrin notën maksimale që është 10-a, ti dhe vetë besimin që kene vete, por dhe sikur mbyllesh, ndjen një presion të jo dhe që të shfaqet paraprakisht, por e ndjen nga vetja jote, një presion që ti thua që duhet të arrijë maksimalen për të arritur dhe majën. Unë mendoj se nota nuk është mati si kurriesor i dijes. Unë besoj se personi duhet të ndërtoj karakterin edhe duhet të marrë për shembull të përmirësoj veten, të zhvilloj dhe të ndërtoj personalitetin, dhe nota është thjesht një matës, por jo parsor. Si arrin ti këtë balancën? Se ti je me 10 apo jo? Po, por unë mendoj më fokusohem më shumë te dia. Nota nëse vjen. Po, nëse vjen, nuk është se fokusohem shumë te notës që duhet marr patjetër 10 apo duhet marr patjetër 9, por unë mësoj aq sa mendoj unë që është maksimumi.